Me moton Shkupi nuk është vetë, sot kanë vazhduar protestat e shqiptarëve në Evropë. Qindra shqiptar kanë protestuar në qytetin Keln të Gjermanisë. Në duar mbanin plakata me mbishkrime, Shkupi nuk është vetë, të veshur me rroba kombëtare ndërsa marshuan me flamuj kuqezi në duar. Një protest për të përkrahur të dënuarit e rastit Monstra është mbajtur edhe para ambasadës së Maqedonisë në Londër. Me qindra protestues në duar kanë mbajtur plakata me mbishkrimet qeverie dështuar. Shkupi është në zemrat tona. Ishin disa nga thirrjet që bënin protestuesit duke mbajtur flamurin kuqezi dhe simbole kombëtare. Ndërsa më shumë se 300 shqiptar kanë protestuar para ambasadës së Maqedonisë në kryeqytetin Austrisë Vjenë, në mbështetje të protestave të shqiptarëve në Maqedoni për rastin Monstra. Protestuesit po mbajnë flamuj kuqezi dhe simbole kombëtare, ndërkohë që janë dëgjuar dhe thirrjet në përkrahje të shqiptarëve në kryeqytetin e Maqedonisë Shkup si: Shkupi jemi me ty, Shkupi është yni, poshtë qeveria, poshtë Ali Ahmeti, UÇK, poshtë gjykata, Shqipëri etnike e të tjera.